Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Stacey. Unë jam Eleni. Bashkë jemi Stacey, Eleni, Zylfo. Atëherë sot janë ditët e tona fundit këtu në Shqipëri. Është ditë e shtune, edhe ne tani u kemi zgjuar me vërtet shumë vonë, nga ora 12. Kam larë flokët, u kemi përgatitur. Kemi veshur këto felpat nga Scaffers. Unë jeans, edhe Eleni jeans. Edhe në këto ditë ka shumë shi dhe prandaj me vërtet ka shumë erë edhe ka shumë ftoftë. Mos na pyetni pse s'kemi marrë xhupin, nuk e dim as ne, për nejse. Jo, unë e di se ka marrë, sepse ishte me vërtet shumë i rëndë xhupi që kam, edhe se desha. Sepse ka paltë. Po. Edhe tani po shkojmë tek ringu se Beatrice do të lozi edhe do hajm drek. Atëherë guys, ne të përrum me hëngër dreken, edhe kemi qëmër betri që pak e lodrat, edhe si kam bërë këri gjërat me median, Për copyright për gjërat të ditë. edhe për story e Instagram këri gjërat këtu, edhe tani kemi të shkuar me bërë një gjyro, sepse kemi shumë dëshirë me blej disa gjëra të bukra, nëse do i gjejmë. Shpresoj që po. Shumë gjiro në këtë ditë, por s'vjeshim asgjë. Ose shkoshim me pa për s'kishim lek. Këtëherë kemi lek, po s'do gjejmë asgjë. Edhe sepse jemi të shkuar me një Rrugë të re, domethënë. Ne bëjmë gjithmonë rrugën e Durrësit, ai që çon tek Shkeshi. Edhe herë po bëjmë një rrugë tjetër. Se kemi bërë asgjëherë. Unë kam bërë me mamin dhe s'ka pas shumë gjëra, që domethënë kanë qenë krejt të mbyllur. Por tani do qikoj, po të kjo rruga. Tani qikoj, ndoshta janë hapme. Tipo këto ka qikojka nga jashtë para. Jo. Atëherë, sa kishim thonë që kishte mbaruar shiu. Shikoni si është situata këtu në Tiranë. Filloi shi, po me domethënë me grandin. Okej, mbaroj. Okej, më duket që mbaroj. Provoj me le dalim. Se shikoj kështu këto. Okej, mbaroj. Që jo shumë, ka edhe pak, hajt. Kujdes. Comunque struttura shi me se kanë emrin ato me aku, domethënë, grandin e thot në italisht. Edhe tani mbaroj. Po vjen më shi. Shpresoj me vërtet. Por filloi kështu kot, direkt shpejt e shpejtë. Po, ishte shumë funny. Krep kështu gjëra që të pëlqejnë ty. The chocolate life. Atëherë u detyruam të blejshim edhe një çadër, pse filloi me vërtet shumë shi dhe kështu që e kemi blej 5.000 lekë. Po ti ju mendova se ishte një person e vërtet. Atëherë tani po bëjmë një rrugë të re. Unë s'kam kalu asnjëherë këtu në kom, ndoshta me makinë po, por në kom asnjëherë. Kemi hyrë me një dyqan. Kishte një xhup që na pëlqente shumë, por vetëm ngjyrë roze, edhe unë edhe Eleni nuk është që e përdorim shumë. Në shamputë. Atëherë neve tani shkoj ora 5 dhe po kthehemi tek ringu. Kemi bërë krejt të xhiron rreth nga ringu, kemi shkuar drejt për drejt te kjo rruga. Pastaj kemi bërë xhiron nga sheshi, edhe u kemi kthyer këtu. Kemi, me thënë vërtetën, s'kemi pasi gjatë bukur që na pëlqente. Por kujdes makinë. Por nejse, u kemi argëtuar dhe kemi het shumë. Se vetëm mirë na bën për krejt gjërat e këshia që po hajmë në këto ditë, vetëm hamburger edhe kështu gjëra. Por sonte do shkojmë
tek kushëria mamit. Dhe kështu që do të hajmë mirë, tradicionale do me thonë. Kalojmë mbrapa sepse kjo makina s'kuptohet çfarë do me bë. Do tani do shkojmë tek ringu. Po, përsëri. Atëherë guys, ne ngjojemi nesër sepse tani do shkojmë për darkë tek familjarët tonë, edhe nuk do filmojme. Dhe kështu që tu shifemi nesër. Bye bye. Bye. Shifemi nesër. Mirëmëngjesi. Atëherë, kjo është dita mbrapa, që me thonë vërtetë nuk është dita mbrapa, po është dita e honë, se dje kemi kaluar krejt dite në Bukqë, tek kushëri mamit, kemi horë drejt aty dhe kemi kthyer me vërtet super vonë këtu në Tiranë. Dhe tani, unë edhe Leni, u kemi zgjuar, u kemi bërë gati, unë kam larë edhe flokët, dhe do shkojmë të Kanada, që unë do të heshë shepiktë. Kisha shumë dëshirë mi bo përsëri, por kam frikë që shepiktë mja u kam prishur pak, sepse i kam majtë më vërtet ma shumë se një muj, edhe para duhet shikoj situatën. Para se të nisemi, do të shkojmë të hajmë diçka. Do me thonë, do të marrim diçka me ahor në rrugët, sepse jemi edhe pak vonë. Do jam të Kanada në orën 10:15 edhe besoj se është ora 9:40. Kam shumë që unë du me fletë që Shqipe. Atëherë, tani po hikim të Kanada edhe pak arritëm. Eleni po mbaron akullorën e vetë. Është ora 10:05 minuta edhe unë takimin e kam në orën 10:10, por arritëm. Do jemi fix me duket. Edhe asgjë. Ishte i gru, por kjo nuk ishte si zonje së më kanale, por nesër na kërkoj lekën. Që ja kërkoj Elenit. Atëherë, arritëm dhe tani do ju filmoj pak Elenin. Atëherë, të mbërëm të Kanada. Heshu shifikat shikoni. Ka shumë gjë, hajde. Ok, hajde shikoni prit. Nuk di si duke, për nejse. Pak mu kanë prishur, do me thonë prishur. Aparte që unë i kam pas bërë shumë me volum. Pastaj i kam majtë ma shumë se një muj. Edhe këto mu kanë hesh pak që pikte, por nejse. Sonte, unë edhe motra do dali me dy kushëria tonë dhe do ju marrim me vete në këtë vlog, nuk besoj proprio që po. Dhe do të qikojmë bashkë si do jetë situata me rimeli. Atëherë juve më bani men që unë pa rimel kam qenë gjithmonë paka shumë kështu. Jo paka shumë, por kam gjithmonë kështu kam qenë. Por me rimelin kur e vendos qa mu bëshin super dhe unë shpresoj që mos të kam prishur aj shumë që me rimelin nuk do të mbinë si më kam pasard mua. Pastaj i kam vendos edhe serumin e Nades edhe asgjë, do e vendos ditë për ditë, mëngjes edhe para se shkoj me frigju, se kështu shpresojmë që jetë mi rrugulloj sa ma mirë. Çfarë po han? I mësove? Reglaj pak. Ok, mbaruam dreken, tani është ora 1:30 edhe jemi bashkë me mamin, se shikoni si hecë, se ka morë veten super. Edhe s'ka edhe drejtë, proprio drejtë me karisin drejtë. Të me bërë shkallë, edhe para, të hajde të marrim shkallë. Hajde se Eleni. Edhe tani në orën 1:30 kishim lënë takimin për një pastrim të tyre, edhe pastaj në orën 6:30 do e ketë tjetra, do me thonë. Tani kush do e bëj? Stacy. O do me bë ti? Stacy. Mbrapa mërësi. Nëse mund të bëj një efektin o Lola, që kam bërë në qeshor, ose një të derma Carburant. Nuk e ti do të pysë dhe doktoresh dhe?
se çfarë mund të bëj. Sepse për ndërhyrjen që ka bërë tani nuk dim po. Jo, nga të dy, po përosëm, nga deri në datën 5 janar ka marrë. Atëherë, ne të mbaruam të kej, tani po bëjmë një gjyro unë dhe mami. Leni në ndërkohë shkoi të kringu të klodras me babin. Edhe asgjë, me mamin do bëjmë njëjtën ngjyrë që kam bërë me Lenin. Por vetëm diferencë është që sot nuk po bën shi, por koha është e mirë. Shpresojnë që mos të... fustani! Shikoni sa bukur ky fustani, e kemi shumë fiksim. Atëherë u bëf ora 5:30 edhe tani po kthehemi tek apartamenti. Kemi bërë, me thënë vërtet as kemi shku shumë largë. Vetëm gjë është që u kemi ndaluar me shumë dyqana. Kemi shikuar shumë rroba, kemi gjetur i gjupë që mua më pëlqen shumë. Një trikë për mamin që i pëlqen shumë, edhe besoj që do vim nesër. Ona dhe Leni mi blejtë. Edhe asgjë nga ora 7 unë edhe Leni do dalim. Edhe unë do bëjmë gati. Shpresojmë t'ja dalë sepse jemi pak largë. Atëherë edhe pak arritëm tek apartamenti dhe për pak mami do ketë se kishte me Derma Pen dhe do ju filmojmë patjetër. Sepse jam rregulluar kështu, do rregullohem edhe kështu. Mami atëherë nuk do hikte për këtu pa tek fytyra, po. Kam hecaj shumë sot, sa që se keni idenë. Deri në orën 4, sa ishte? Kur dolëm? 3:20. Ah, 3:20. Po, pse tim se një orë, se Beatrice ka ata vizite. Unë thash, jo, sepse është ora 3:20, 3:20 minuta. jam gati edhe të bëjmë. Si quhet doktoresh kjo që të bëjmë? Derma Pen. Se unë harrojmë të Lisa. Këtë se kam bërë asnjëherë. E një moment, të ta sqaroj. E kam bërë asnjëherë fare. Në si fillim do ta bëjmë një solucion që bën sterilizimin e lëkurës. Okej. Sa friskët? Kështu është mbrojtur nga të gjitha patogjenët. Ne kemi të pastër dhe gati për të filluar. Okej. Sa po I shikoj këto okjajet e mia nga sipër? Një nga që E loto. e lodhë dhe pas operacionit e u për dhe gjakë. Edhe kjo ta ka theksuar pak. Atëherë kjo është pajisja e Dermapenit dhe kjo është koka një përdorimshme me disa shqipëra të vogla të cilat do bëjnë të mundur gjithë goryrjen e shtresave sipërfaqësore të lëkurës duke nxitur kështu inflamacionin dhe rigenerimimin, okay? Okej. Tash edhe diçka tjetër shumë lart, apo do të ta ulë pak. Okej. O do të që të ngriam. Jo do ngrihesh, do rishtrirë, por Po dhe ishtë që këndjeshme dhe nga interventi. Atëre, u bën gati, edhe tani po dalim. Kjo është kushëria jon Bjorda. Edhe do dalim. Atëre, unë edhe Leni për herë të parë vetëm me kushërinë tanë, sepse s'kemi dalë asnjëherë vetëm. Pastaj, unë kam vendosur rimelin, shikoni sa. Vabbè. Nëse nuk më pëlqen fare, por kjo është situata edhe s'mund bëj asgjë tjetër. Outfitet janë këto thjeshta, unë total black, Eleni Në body me jeansët. Bjorda, Kam besh gjupi super I bukur. Edhe tani na pret Flori se është motra Bjordes. Hajde po hikim. Pastaj nuk di po ju tha mami sepse aparatin e kishte mami.
u ka ndalu ashensori, domethënë u ka bllokuar sepse hikin drita edhe ngeli aty në ashensor. Do shkojmë tek ringu para po? Kim atje? Po. Arritëm në shtëpi. Po, kemi arritur shumë sot. Po. Kemi kënaqur. Si fol Eleni, kemi bërë edhe një live në TikTok. Qa kur nuk fol, Nuk është se s'fol. Kur fol, si fol Eleni, ma pse je cute. Edhe unë do flasësh më shumë, besoj. Për nejse, u kemi argëtuar shumë. Edhe falenderojmë shumë dhe Bjorden dhe Florin. Dhe do takohemi prap kur të vim në Shqipëri. Dhe tani ne do punojmë. Po, do editojmë videon, do editoj Eleni. Kemi shumë dëshirë të vim nesër të shkojmë tek para shkollës Bjordes, se kështu Po, mund të takojmë. Do takojmë edhe juve, besoj. Se kështu. Ka gjë, leje këtë Mab. Se kështu, kur të vinë para shkollë, kur të shkojmë nesër tek shkolla Bjordes, mund të takojmë edhe ju. Mund të takojmë edhe ju. Mund të takojmë edhe ju. Veri si... Sa gjëni t'ju. Hajde përshëndetje pak. Hajde, bye. Çfarë ke blej Bea sot kur ke dalë me mamën dhe babin? Chocolate Dubai. Dubai Chocolate. Po jam tu pa një Serje? TV. Ha, thuj edhe këtë gjë sepse Eleni kështu. Po. Është Të gjëra më pëlqejnë shumë. E ka emrin Wait. Sweets. Edhe jam prima stagione. Edhe episodin e first season. First season. Dhe këtë vlogun këtu do e mbyllim. Wait. Dhe nesër do shkojmë të blejmë një gjuhë besoj që do ju marrim me vete. Nuk e di këtë do shkoj. Edhe ma hap ato snap, ma hap snapin, snapin e parë. Wow, ka skalonon kjo. Nejse. Gossip. Shikoni sa foto bukra kemi bërë. A mund t'i tregoj apo jo? Jo, atë jo. Nejse. Nesër shifemi me vlogun tjetër. Neve ju donë shumë, faleminderit që keni shikuar edhe këtë vlog. Shkoni na bëni follow në TikTok sepse në TikTok tani kemi filluar me bër live unë nga profili im, Eleni nga profili Sezileni Official. Po, sepse nuk mund të bëj ka profili im, sepse s'kam 18 vite. Jo, okej, nejse. Edhe asgjë, bëjmë match kështu gjëra, edhe shkoni na ndjekni. Edhe në Instagram, keni linkun gjithmonë poshtë tek infoboxi. Ju duam shumë, love you so much and edhe ne tani do vilen se do punojmë. bye.